pyetësi pyet dhe thot: a më pranohet namazi në qoftë se nuk arri t'i them salavatet dhe luqet, nga se imami nga njëherë përfundon namazin më shpejt se duhet? E kam fjalë për namazet farz. Pra, normal, se njeriu kur hyn në namaz dhe e pason imamin, nëse imami nxiton, jep selam, para se të këndohen luqet dhe të qohet salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndojmë se namazi i atij që e pason është i kompletuar. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: imamët që dalin dhe ju prijen, nëse ata e qellojnë, e keni qelluar dhe ju, por nëse ata gabojnë, namazi juaj është i plotësuar, i qelluar, i pranuar. Pra sikur që ai që e pason imamin nëse gabon në namazin e tij, nuk i lejohet që të bën sejdën e harresës në vetmi, nga se e pason imamin. Pra gabimet që ndodhin nga anës e imamit i ngren pra imami dhe namazi është i kompletuar dhe i pranuar inshallah. Pra nëse ai jep selam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ju jepni selam, edhe nëse ai ka nxitu dhe s'ke arrit ti këndojsh luqet dhe salavat i len, për shkak se ke arsi Allahu azza wa jalla më mirë din.